flot, ti prap mund je qëllon, për të dashururit me zemër ty, do qaj me zëmë të zile tyre. Unë si profesion taksist kam 15 vite që punoj, ka rreth 6 vite që punoj me imazhin e Elvis Presleyt në sistemin diktatorial. Muzika rock and roll kanë qenë shumë ndaluar dhe unë i mbaj fshehurazin fotot e Elvisit. Në pamundësi për të realizuar një lokal të Elvis Presleyt, tash pa realizoj në taksin time, e realizova. Unë ndihem shumë i plot sepse ajo ëndra ime që ka qenë dikur në Surtar, sot ka dalë, domethënë, dhe po bën xhiron jo vetëm nëpër Shqipëri, po edhe në Ballkan, edhe në gjithë botën. Ashtu sikurse edhe shqiptarët, normalisht edhe kam dhe klientë huajt janë edhe më të ndjeshëm ndaj muzikës së Elvis Presleyt, kanë dalë të kënaqur nga makina ime. Kto janë nga gjithë bota. Mund të themi nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, Turqia, Amerika, Anglia, edhe nga vendet e Ballkanit, njerëzit dalin të kënaqur nga taksia ime, e cila është një, nuk është dy, dhe për këtë gjë më vjen mirë, ashtu sikurse edhe Elvis Presley është një dhe nuk janë dy. E rodën në kukulet tërce,